Para se të kalojmë të intervista me presidenten Jahjaga, janë një njoftim në Kosovë, drejtues të organizatave të dala nga lufta e kanë kundërshtuar krijimin e një gjykate të veçantë që të trajtonte pretendimet për krime lufte të ish-ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Ata thanë sot se kjo shkel integritetin e shtetit dhe e mohon luftën shqirimtare. Diplomatët perëndimor po debatojnë me autoritetet në Prishtinë për ngritjen e kësaj gjykate të veçantë për krime lufte, që do të trajtonte pretendimet e ngritura nga ishi dërguar i Këshillit të Evropës Dick Marty. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu. Udhëheqës të organizatave të dala nga lufta e ish-ushtrisë shlirimtare të Kosovës thanë sot se do të kundërshtojnë krijimin e çfarëdo lloji gjykate të veçantë, sepse një gjë e tillë shkel integritetin e shtetit dhe e mohon luftën shlirimtare. Këto komente pasuan ide të lidhur me themelimin e një gjykate të veçantë që do të trajtojë pretendimet për krime lufte të ish-ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Kjo gjykatë që shihet tashmë si çështje e kryer, po vazhdon të jetë temë debati për mënyrën e themelimit të saj, nëpërmjet votimit në Parlamentin e Kosovës apo nëpërmjet Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ideja për një gjykatë të tillë pasoi hetimet e pretendimeve të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për trafikim organish në Kosovë, përkatësisht përfshirjen e disa prej ish-drejtuesve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës në krime të luftës. Ideja është që gjykata themeluar nga Kosova të veprojë brenda dhe jashtë saj për të mundësuar, siç thuhet, mbrojtjen e dëshmitarëve dhe të dokumenteve. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shlirimtare të Kosovës, Muharrem Xhemali, tha se krijimi i kësaj gjykate është i panevojshëm dhe si i tillë do të kundërshtohet. Sepse ky tribunal i cili po pretendohet se të bëhet, është një tribunal i cili shkel mbi integritetin e shtetit tonë, vendit tonë, mohon luftën e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Ne prej përfundimit të luftës jemi ballafaqur me gjykatat ndërkombëtare, edhe ato të Hagos, edhe ato që kanë vepruar në vendin tonë dhe konsiderojmë se çdo gjë është e panevojshme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi përsëriti qëndrimin se Kosova është e gatshme që për çdo sfidë të përballet në sistemin e vet të drejtësisë me mbështetje të plotë ndërkombëtare. Vazhdimisht mbroj qëndrimin tim, Kosova ka institucione funksionale të drejtësisë të vlerësuara dhe të respektuara dhe për bashkësinë ndërkombëtare, dhe kjo përvojë ndërkombëtare që kemi kaluar këto 15 vite ka qenë shumë ndihmuese për ne, për të ballafaqur me çdo sfidë. Kryeministri Thaçi ndërkaq mbrojti luftën e ish-ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Lufta e ushtrisë shlirimtare të Kosovës ka qenë e drejtë, legjitime, mbrojtëse, ka qenë luftë e vullnetit të popullit të Kosovës, ka qenë lëvizja apo guerilja më e suksesshme në botë, ka qenë vullneti i qytetarëve të Kosovës dhe UÇK nuk ka kryer krime, prandaj kemi zhvilluar luftë të pastër, janë respektuar gjitha normat dhe standardet ndërkombëtare. Themelimi i kësaj gjykate, që nuk është parë me sy të mirë në Kosovë, ishte temë e diskutimeve të ngjeshura të diplomatëve perëndimor me përfaqësuesit e Kosovës, të cilët e kanë quajtur këtë proces shumë të rëndësishëm. Diplomatët europerëndimor thonë se dështimi i mundshëm i Parlamentit të Kosovës për të miratuar themelimin e një gjykate të veçantë do të çonte çështjen në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe kjo sipas tyre do të ishte e dëmshme për shtetësinë e Kosovës. Ngritja e një gjykate të posaçme për Kosovën do ta bëjë atë vendin e vetëm në rajon që do të përballet me një mekanizëm të tillë që për vëzhguesit është i panevojshëm, duke pasur parasysh edhe faktin se në Kosovë vepron misioni më i madh evropian për policinë dhe drejtësinë. Analistët thonë se ngritja e kësaj gjykate dëshmon dështimin e institucioneve të Kosovës, por edhe të pranisë ndërkombëtare për të vendosur një sistem të qëndrueshëm të drejtësisë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.